Në emrin të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashnia hyjt dhe bashkimi Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Të dashur vëllezër e motra, kënaqësi e privilegj shumë i veçantë që në këtë ditë të çmuar për Zotit, në cilën kremtojmë ngjalljen e Krishtit Zotit tonë, ngjarjet që kanë ndrruar një herë e përgjithmonë historinë njerëzore, të jem me ju, me falënderu Zotin e me ju lut atij. Për mua personalisht është kënaqësi shumë e veçantë që të kremtojmë meshen në këtë tokë atë çmueshme për kishën, për Krishtin e për Shqipninë. Në këtë tokë që u shërby prej martirëve të mëdhej, prej Anton Harapit e atë Mati Prenushit, i cili parapriu pranverën e lirisë për Shqipninë. Histori mesin ato që guxojnë e i bin kohnat. E atë Mati Prenushi, me atë flamur më zhgunin fisnik të fretenve, në dha identitet. Njerëzit jetojnë për identitetit e identiteti përban komet. Prandaj sot në këtë vend ku ndërthuren feja e rujtun me fisnikëri e sakrificë për jush, për të parëve tuj, e dashnia për atë dhem, e ngresim drejt Zotit lutjen e falënderimit për ju, për të parë tuj, për gjakun tuj, e ja kushtojmë Zotit këtë mesh, për çdo njetë e qëllim, që secili për jush ka në zemrën e vetë. Zoti nigjon e shef, gjithë shka që më shehet mranda zemrës tonë. Prandaj tu e falënderu Zotin, po ja paraqesim Zotit të gjitha ato njetë e dëshira, të gjitha ato qëllime që ju keni mranda zemrës tuaj e për familjet tuaja. I lutem a Zotit edhe për të gjithë bijtë e bija tona, kudo që janë shpërndam, që në Krishtin të gjejnë shpresën e forcën për me jetu me atë fesnikëri që gjithmonë i karakterizon krishterët e shqiptarët e vërtetë. Vëllezër e motra, ti pranojmë mëkatet tona që të mund na mi kremtu denjësisht këto mistere shenjtë. Të lutemi. O hyj, ti gjithmonë e rrit kishën tënde duke i dhuru fëmijë të ri. Ban që besimtarët tuaj ta jetojnë me besnikëri atë sakrament që e kanë pranuar me fe. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tanë, që me ty jeton e mbretënon në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej Veprave të Apostujve. Ditën e rshajve, Pietri, bashkë me të 11-tët, u qua në këmbë, e ngriti zërin dhe tha:
o burra Judeas, dhe ju të gjithë që banoni në Jerusalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjoni fjalët e mia. Burrat e Izraelit, dëgjoni këtë fjalë. Jezusi Nazarenas, njeri që hyi e përforcoi para jush me vepra të madhërueshme, me mrekulli dhe me shenja, që si që dini, me anë të tij i bëri ndër ju këtë të tradhtuar sipas vullnetit të caktuar dhe parapamjes së hyjit. Ju e kryqëzuat dhe e vrat me duar të pafeve. Por hyj e ngjalli, duke e shpëtuar nga tmerri i vdekjes, sepse s'ishte e mundur që vdekja ta mbante nën sundimin e vet. E një mend, për të Davidi thot: Zotrin e kam gjithmonë parasysh, sepse ai më rrin në anë të djathtë që të mos rrëzohem. Prandaj kaldon zemra ime dhe brohorit gjuha ime, po dhe trupi im do të pushoj me shpresë, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në nën tokë, as do ta lejosh që shenjti yt të kalbet. Ti ma tregove udhën që shpije në jetë, në pranin tënde do të më mbushësh me gëzime. Vëllezër, më lejoni t'ju a them haptas. Davidi, patriark vdiq, u varros, dhe varri i tij është edhe sot e kësaj dite ndër ne. Por ai, mbasi ishte profet dhe mbasi e dinte se hyi, ju përbetua me betimin se njën nga pasardhësit e tij do të hypte në fronin e tij, qysh më parë e parapau dhe paralajmëroi ngjalljen e Krishtit, kur tha: nuk që lë në nën tokë, as trupi i tij nuk e provoi kalpsimin. Po këtë, Jezus hyi e ngjalli. Të gjithë ne e dëshmojmë këtë gjë. Fjala e Zotit.
Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shejt sipas Mateut. Gratë, pasi një gjunë se Krishti u ringjall, me njëherë u larguan nga varri, me frikë njëherësh, me gëzim të madh, shkuan me nxitim, t'u lajmërojnë nxansëve të tij. E ja, u doli Jezusi përpara u tha, ju u falem. Ato u afruan, e morën në ngryk dhe adhuruan. Atëherë, Jezus ju tha, mos kini frikë, shkoni e lajmëroni vllaznit e mi, të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Nërko, gratë po shkonin, kur kje, disa prej rojtarve arritën në qytet, e i lajmëruan kryepriftërit për krejt çka nolli. Këta u të buan në këshillim e pleqt, morën shumë të holla, u adhan ushtarve u than, thonin nxënësit e tij, erdhën natën, e nërsa ne po flinim, ato e vodhen. Por që, se kjo fjalë i shkon në vesh qeveritarit, ne do të kujdesemi, t'ja mbushim mendjen, e juve s'do t'ju ngaj kur një e keqe. Ata i morën paret, e ban ashtu si mësuan. Kjo përrall është e përhapur në Judej, edhe kësot kësaj dite. Fjala e Zotit. Qoftë lëvdu Krishti, të dashtun vëllezër e motra, liturgjia e fjalës, do të thënë leximi i parë dhe në mënyrë të veçantë Ungjilli, na tregon se nxënësit në kontaktin e parë që patën me Krishtin e ngjallën, thot u largun nga varri me frikë e njëherësh me gëzim. Ashtë e çuditshme, dashur vëllezër e motra, se si autori shenjtë përshkruan këtë njëshmëri të apostujve, të nxënësve, që mbrëmja e trupit vet kanë dy ndjenja të ndryshme. Janë të friksuar, por janë edhe të gëzuar. Frika në vetvete është kur njeriu përjeton një ndjenjë kur rrezikon me humb diçka. E rreziku për me humb diçka ose dike, njeriu e frikson. E keni parasysh nanat, për shembull, nanat gjithmonë kanë këtë sensacion në raport me fëmijët, sepse dëshirojnë që mos mi humb kurrë, preferojnë përpara me ikë për veti se sa me ikë fëmia. E kjo i ban një rasmunjet apo një problemit i ban me pas edhe frikë. Edhe apostujt, dashur vëllezër e motra, kur negjuan se Krishti anjall, kishin frikë. Po pse duhej me pas frikë? Krishti ju kishte thënë që do të njallen. Por këto njerëz kishin frikë
i kishin edhe gëzim. Gëzimi sigurisht bërote për i faktit se aje kishte majt fjale, kishte bat që kishte thonë, ishte realizu ajo që kishte prediku, por kishin edhe frikë. Kishin edhe frikë se me dalë në një kulturë të atëhershme, ku mi zotrote kreta i mendimi filozofik grek, si mas cilit trupi është burg, trupi a diçka e kalbshme, trupi a diçka kret negative, trupi në fundit meriton vetëm për mu fut në vërë, bile trupin e qujnë edhe si formë vorrit. E të shmedale me thonë se këto, një person ishte njallë bashkë me trup, ishte një dhoj si medale me thonë, me pranuat shmenurin e tëne, me shpalti që atë shmenun. E pranaj kishin frikë se të i thonë këtë gja, jo vetëm që nuk do të besoheshin, por do të konsideroshin ose të shmenun. Kishin frikë. Por kishin edhe gëzim. E gëzimi burate, jo vetëm për i faktit se ishte e njallë, por për i faktit se këtë trup, do të aprekshin. Këtë trup do të ishin kontakt me te. Edhe mbrana apostu i dashtë në vëllezër e motra, është kjo luftë e madhe mes frikës edhe gëzimit. Mes frikës se do të thonin diçka që bota do ta kundërshtonte, po dhe gëzimit se do të thoshin diçka që për botën do të ishte revolucion. Kërkush nuk ishte njallë. Bile as Davidi thot shën Pietri që ishte maj malin e rëto. Nuk e kishte ba këtë gjallë. Frik edhe gëzim. Dashtun vëllezën e motra. Nuk ashtë turp me pas frikë. Nuk ashtë marrë me pas frikë. Ashtë normale njërzore me pas frikë. Kush e di? Besoj se mrena çdo njanit prej nesh që ashtë sot në këtë mesh, ka frikat e veta. Se cili prej nesh ka frikë për diçka ose për diken. E kjo nuk duhet me na bë me unë inferior. Por në ngjill na tregohet se si gëzimi i këtyne apostujve se kishin taku Krishtin, se kishin marrë vesh se Krishti është ngjallë, është shumë më i madh se sa frika tyne. Do me thonë, këto e lojnë vetin që me hinë raport me Krishtin, që gëzimi me kenë më i fortë se sa frika. Edhe këtë gjallë nuk mund ta bojnë do kushdo. Këtë gjallë do ashtu vëllezër e motra e ban vetëm Krishti. Sepse Krishti ban gjana që nuk i ban kërkush. Krishti është ai çka dikush tjetër nuk mund tjetë. E këto njerëz të shikju Krishtin, të hynë raport me Krishtin, kanë gëzimin më të madh se frikën. Prandaj, dashur vëllezër e motra, mos harroni se përballë frikës, se ndoshta me kenë besimtar, sot duke diçka e dalun jashtë modet, shikoni Krishtin. Përballë frikës që sot me marrë vendime të rëndësishme për jetën njerëzore, shikoni Krishtin. Përballë frikës mja kushtu jetën Zotit, nuk ba me shtarë ose motër, shikoni Zotin. Përballë frikës që ndoshta me kenë familje që lutet çdo natë, duket, thojnë të atrit old fashion, diçka jashtamodet, shikoni Krishtin. Përballë frikë se sot nëse je fijum, nëse je të lidh jetën me një vajzë, është rëndësishme përpara me shku me pa Karaibet, Maldivet, me pa Parisin e Romën, përpara se me themelu jetën Krishtin, është jashtë modet, shikoni Krishtin. Leni gëzimin tuj që burlon e ranjoset Krishtin tjetë më i madh se kjo gjë. Përballë frikës, dashur vëllezër e motra, që me kanë jo si shumica, jo
përballë frikë se ndoshta kjo kultura sot me fen atë spustu pak anesh e jena fetar vetëm për Pashk, po për çdo diele nuk shkohet mesh. Mos keni frikë. Mos keni frikë dashur vëllezër e motra me kënd ndryshe. Si të mëtë apostëve, në mënyrë të veçantë, mos keni frikë me kënd e ndryshmja e asaj që ka shoqënia sot imponon. Nuk e di për këto, e në tos, por zakonisht atje, e në Tiranë, në përvendet ku shërbej, zakonisht më thojnë trit, do marrë sot është problem me kënd, se nuk munda me thonë se jena katolik, se jena besimtar, sepse direkt shigjojnë me dyshim, direkt shigjojnë si të mrapametun, direkt i vajzë e rejti, djali i ri me shpallë. Mos keni frikë. Mos keni frikë, dashtë të vëllezër e motra. Një lloj kanë apostujt. Ja dashtë me dalën me thonë sa njallë dikush prej dekunve, që e kishin për cjallë tonë me ceremoni. Nga burën kjo gjë. Kjo gjë burën, dashtë të vëllezër e motra, kjo gëzim nga një raport personal me Zotin e nga një marrëdhënie që u jitet për ditë. Nuk mund na me kënd krishterë part-time. Krishterë me kohë pjesshme. Krishterë vetëm për Pashk. Krishterë vetëm për Këshnella. Krishterë sa herë në duhet shpeshar me tunë flamurin e rezistencës. I krishterë dashur të vëllezër e motra është ai që marrëdhënien me Zotin e ujit ditë për ditë. E prik kësaj marrëdhënie, gëzimi është më i madh se frika. Mos keni frikë, thot Krishti. Jezusi thot, ju thot, masi njave të shkoni e lajmëroni tjertë, shkoni e shpallni tjertë, shkoni e predikoni ju tjerëve, se Krishti është i gjallë. E këtu dashur të vëllezër e motra kam dëshirë me thënë një gjë dytë. E nuk e di ndoshta këtu nuk është ky problem, por zakonisht atje në Shqipëni kena një perceptim sikur me prediku Krishtin, me shpall Zotin është detyrë e fretenve, e motrave, edhe kaq. Na tjerë jena pjesa pasive. E nuk ka një të vërtet ma të gabume se kjo. Thame e vërtet e gabume sepse ka gjysë të vërtet mrande. Kur ka gjysë të vërtet, gënjeshtrat janë më të mëdha. Juve. Ju takon detyra me prediku Krishtin, po aq sa neve. Një person, një krishterë, një katolik, që punon një spital, në kjo si punon si katolik i vërtet, predikon po aq sa unë. Një nane cila jeton një shtëpi që përveç se me bëjë ushqimet për familjen e vet, kujdeset që fëmia triten fe e triten Krishtin, predikon po aq sa unë. Një person që punon në një zyrë shtetënore, nëse është i pa korruptum, nëse shërben e punon me ndershmëri, është i krishterë po aq sa unë. E predikon po aq sa unë. Një person që kryen një shërbim profesional publik, nëse e bën me ndershmëri e pa korrupsion, ato i fol. E ato shpall Krishtin. Sot, dashur vëllezër e motra tan, zakonisht flasin, thojnë për qytetërimin perëndimor, vlerat perëndimore. Çfarë janë ta vlera? Nuk janë kur gjë tjetër për vlerat e krishterë, të cilët krishterët i kanë mishëruar në shoqëri. Se katoliku respekton barazinë e tonëve, se i krishterë respekton normat e ligjit, se i krishterë ka moral energjegje, se i krishterë shërben, jo vetëm prej frikës, po shërben prej Krishtit. E kjo do me thonë me shpall Krishtin. Kjo do me thonë me keni krishterë, që nuk t'intereson vetëm oborri jot, po t'intereson ndërgjegja jote në shërbim të tjetrit. Kam përshtypjen se po të mos ishte kënë kështu. Padër Zeftaga i s'vet kishte pranu mu për shkatu. Po të mos ishte kënë kjo vetdije se i krishteni nuk e trahton atë që i beson që është e vërteta,
ata të në hrapi e të ishte ratis me Gjermant. Po të mos ishte kenë kështu, atë ma ti pranushi zdo të kishte pranu mu ba provincial. Por a bon se e ka ditë së të të vrasit e të të përshkatojnë. Po them të trejmë nëse e di që kanë të lidhën me këtë toke, jo i njëfni. Po të mos ishte kenë kështu, dashtë në vezën e motra. Tanë të martirë të këtu në troje, nuk do të kishin vdek, të i thonë rënoft Krishtia, rënoft Shqipnia. Pse? Sepse e vërteta që i kanë besu, e gëzimi se këtë vërtet e kanë gjetë plot në Krishtin. Kanë thonë, po s'na do gja jeta pa Krishtin. Po jeta s'ka vlerë në që se jetojt me Krishtin. Po jeta është kur gja e pa jetuar me Krishtin. Dashtën vëllezër e motra, në fund kam dëshirë t'ju drejtoj një lutje shumë të vogël e të veçantë të rive e të rejave. Po gëzohem që po jo shoft shumë në këtë vend. Padërmirë e më tha për para, ta tha që jetojnë, të tha se kanë me në mu largu, e shqyqër Zotit që s'deni mu largu. Se atje në Shqipnina është bërë një pandemi e frikshme të rritë që na ikën. Nëse e keni pas vëmendjen në leximin e parë të diskutimi Pjetrit, Shën Pjetri ju përmend aty në Hebrej dhe ju përmend Davidin. E mi ju përmend Hebrejve Davidin, ashtu edhe si më na përmend me Skanderbeuna, si më na përmend dikën shumë të madh. Sepse ata Allah sot anrojnë fort që Izraelit toka aty në të kthehet si në kohën e Davidit. Edhe me pak fjalë ju thot që Davidi ishte i madh, ishte patriark e tjerë, ky që është më i çmueshmi për ju, por ai nuk u ngjall. Vetëm Krishti u ngjall. Të dashtën të rijet reja, pa diskutim që ju keni idhuj tuj, keni personat tuj, personazhet tuja, VIP tuj, me cilën jeni të dashuru mi ndiqni, besoj keni dhe follow në Instagram e në TikTok, e në të tona këto rrjetet sociale, edhe s'ka asë gjatë keqe. Vetëm mos harroni. Vetëm Krishti është ai i cili nuk ju shgjeljen. Vetëm Krishti është ai i cili kur nuk del jashtë modet. Vetëm Krishti është përgjigja për çdo pyetje jetësore që keni për jetën tuaj, për familjen tuaj që doni më ndërtuaj. Vetëm Krishti është ai i cili jep përgjigje çdo pyetjes që keni mbrana vetes tuaj. Mos hezitoni me zgjall Krishtin. Mos hezitoni me njeh Krishtin. Mos hezitoni me majt Krishtin mbrana jush. Sa do e rëndë tjetë situata, sa do e vështirë tjetë kryqi që një të kalu, sa do i malë tjetë desprimi, depresioni, gjithë shka që mund të na kaplojnë të talve njetë. Mos keni frikë. Krishti është përgjigja e gjithë shajës. Besoni ati, a ju nep gjithë shka, e nuk ju marë kur gjanë. Pra ndaj me drejtë, atë Anton Harapi në një prej letrave ti, kur vujtja ishte e madhe, jo veç për te, po dhe për popullin e për të krishterët, thot këtë gjë. Të krishterë, edhe ne shpesh herë në urdhnon Zoti me ecë përmi pallazet e jetës, që janë dhima e njerimi. Mos na lëshojnë zemra, pse të jemi të mushën memet, se shëlbusi që nuk na dahet as një qast, është afër me na një dorën. Nep një dorën e jetën Krishtit. Ju garantoj se keni me dalë gjithmonë fitu. Kjo është të Krishtit. Tja paraqesim Zotit lutjet e të kërkojmë ati që të na bajnë bitë të daj, e mjekës të duhun për të shmuat e gjithmonë, të vetëm në shpresë. Themi së bashkut, dëgjoje o Zot, lutjen tonë.
për papën dhe barimtë e kishës, që të drejtojnë gjithmonë popullin e të pakëzuarve me dashuri e detyri. Të lutemi. Për të gjithë ata që angazhohen për të ndërtuar një botë më të mirë, që t'i përngjarrin Krishtit se ka dhënë jetën e tij për të gjithë. Të lutemi. Për të krishterët, që të mos harrojnë kurrë që besimi i tyre jetohet në çdo situatë. Të lutemi. Për ne këtu të pranishëm, që pjesëmarrja në këtë Ekaristi të na rijap forcën e nevojshme për shpalljen dhe dëshminë në jetën tonë. Të lutemi. Në këtë momentin heshtje, ti paraqesim Zotit ato lutje, ato njete që secili për ju shkon në zemrën e vet. Të lutemi, dëgjoje o Zot lutjen tonë. Gjithçka u atë që shprehem me zë dhe çka do që është mshehur në zemrën tonë, ty po ta lypim në për Krishtin Zotin tonë. Lutuni o vëllezër e motra që flia ime dhe juja dalin e pëlqyeshme para hyjit Atit të gjithëpështetshëm.
Pranoj me mirësi o Zot dhuratat e popullit tanë, që ata të cilët janë ri për tri, me shpalljen e emrit tanë dhe me pakëzim, ta fitojnë lumninë e përhershme në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju, ti lartësojmë zemrat, ta falenderojmë Zotin hyjin tonë. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë, është detyrë jona dhe bërim shëlbimi të të lëvizojmë ty o Zot në çdo kohë, po sidomos të madhnojmë me mehare në këtë ditë kur u fliu Krishti i Pashka jonë. Dhe një mend ky është çengji i vërtet që shleu mëkatet e botës, tu i vdekje shkatroi vdekjen tonë dhe tu ju ngjall na përtriu jetën. Prandaj njerëzimin marr botën, ngaldon me haren e plot të pashkve, po dhe fuqitë e epërme dhe pushtetet e ngjëdhore e kënojnë himnin e lavdisate, tu i thanë pa pushim. Me të vërtet, je shajt o Zot, e burimi çdo shejtnie, ty pra po të lutemi shejtnoj këto dhurata me hirin e shpirtit tanë, që të bahen për ne, korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranoi të mundimet, mori buken, të falenderoi, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi jem, që do të flihet për ju. Po ashtu, pas u kry darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoi, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tem, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bajeni këtë në përkujtimin tem. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, tu je përkujtu vdekjen e ngjalljen e birit tan, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të falenderojmë që në lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutena me përvujtni që shpirti i shenjtë na bashkojë një trup vetëm, gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e ngjakun e Krishtit. Lidhjevë nëse për ti shëndare shpillar kadra dhe vëtës. Për sëndashni, bashkë me papën të ljorin, marë zhjuveshën në hokun e me qëtë të tajnë. Le të vjen mend, o Zot, për vllazërit e motrat tona si të shumë në shfestën gjatës,
edhe për gjitha të që ndishëm shirën tanë pranoj edhe ata drejtër e ftyrës tanë. Po të lutemi kim shirën të ne gjithë, që të bajmë pjesajnë jetën e pasosur në varit e zimtanë e Zotit, me shëzetin fatin e saj, me shenjtë e shranqesit, me shenjtë e tanë të rejtë, me martirë shqiptanë, me shenjtë apostët dhe zilë shenjtë, që gjithëhet për qërë që të favore të evdojnë për Jezu Krishtin të rejtë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hyesh e të pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të kjo vazhdo nere lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Një mendje, një zonje, një zemre, si vlezën e motra në Krishtin, me Krishtin prani shëmesin ton, marrim këtë me themi së bashkut. Ati ynë, na liro po të lutem na o Zot për gjithat qiav dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona e në sajtë mëshirë sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit. Do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, tu i prit shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, ju ki thanë apostoj këtu, po ju la paqen, po ju ja paqen time. Mos e shikjo mëkatet tona, po feni kishës sate. Jepja saj si pas vullnetit tanë. Paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mretnon në shekuj të shekujve. Paqja Zotit qoftë gjithmonë me ju. Shenjtë vllazënore, japim paqen njëri tjetrit. Ja Krishti, ja që në gjyhyt, ja i që shlynë në katët e botës, të lumë të ata që janë të thirrën në gostin e qenjit.
Për dashton vëllezër motra, dyrën të funksaj me shajte, ti bëj disa falëndrime. Këtë ditë që për ne është dita me bukur nështë që kisha e tuzit ka asët është nata e kështellave. Sot vërdet bashkona këtu, rëdhilterit shajt, bashkona si vëllezër motra, vim plot gëzim, veshim robë më të bukura, pse është fest, është gëzim. E shta përmeni dhe predikuesi gëzimi sot të me keni mal e një gëzim që na e shëstën krejt ditë tona. Syrsh ka fest, ka përkua edhe me 6 prilin, ku na sot përkujtojmë me nërim e lutë na për shpirtet parve tonë, cilë me sakrifica shumë mla, ne kanë rujt, e ka të shikua ata që këna sot. Besimtar katolik, shqiptarë manësor të mirë, këna rujt gjumë, këna rujt komë, këna rujt tradita, pra falimirës edhe sakrificë parve tonë. Për me gjitha, lejtë falendroj, të shëllazë motra, lejtë falendroj, atë që kërëmtoj me shën shajte, do Mark Pashken, i Cianë Zëdhenz, i konferencë i përgjënore Shqipnis. Falendroj për që ke pranu ftesen, falendroj për fjallët e bukura, në rëshan për fjallët e bukura që akreditua Brajnësi 3, po ashtu përshdesim edhe ish famojtarin, po dhe provincialin tonë Patër Pashkun, Patër Franin, Ursinin, pra gjithve faleminderit për këtë pjesëmarrje këtë me shajtë. Lëtë përshtes, falenderoj për pjesëmarrjen tyne edhe autoritetet civile, për gjitha kryetarin e komunës zotni Lindon Gjelaj, ministrin e administratës publike, zotni Marash Dukaj, me bashkëshorët e tij, e medialit e tina, përshtes, e falenderoj për pjesëmarrjen e tina ambasadorin Gjermanisë, Malzi, zotni Peter Felten, pra i mirë se ardhën gjithë vazë motra, gjithë autoritetet civile, janë i përshtes për zemërësisht, për gjitha përshtes gjithë ju vazë motra, që këni marë pjesë me kaq dignitet në këtë mes shajte. Falenderoj gjithë aktivistat e famullisë, falenderoj për gjitha fretit që shërbejnë me shumë përkushti, motrat tona që me shumë përkushti shërbejnë edhe ato, përshtes këshillin pastoral i që gjithmonë është i gatshëm me një mua korin e të rritunve, e korin e fëmijëve që çdo ditë diell na zbukurojnë me shajte në udhëheqjen e motrës Violet. Po ashtu falenderoj gjithë rinin e kishës, gjithë grupet e lutjeve, gjithë ata që cilët një mënyrë tjetër në animojnë. Falenderoj për mënyrë që antë kam edhe për gjithë donatorët cilë animojnë këtë kishë. Falenderoj ata që të përmbjet nesh kanë një muat vorflit, pra e në 3 bamirësa cilë nuk kanë dëshrua me ua përmen emnin, por që dini këshillë pastoral para pashve i ka akzua 50 familje pra menimat e tyne. Zotë ja u ktheft me të mirat e veta. Du të falenderoj gjithë ju, vëllezër motra, që keni prit familjet tuaja, gjithë ata cilët kanë ardhur me kërkuanim për kishën Anstreze në Mal Kakariqit. Faleminderit gjithëve për bujarin tuaj. Shpresojmë se tashma menimet malla që diaspora na ka dhënë e menimin e Malësore Venas, shpresojmë se ngusht këna pas edhe bekimin e kësaj shtetënore që model kaq e bukur në malin pra në popullin e re, në malin e Kakariqit. Falenderoj 2 donator, Lek Noshin Vezaj që ka dhurua 500 euro për kish, Luiz Dodën Junqa që ka dhurua 200 euro. Gjithmonë për pash kena dhe gëzime të mëdha, mirë veçantë kur kena fejesat, ku na përgatitën gjatë verës edhe për martesa. Uftoj gjithë të rritë, cilë këtë vit e shpresoj të jenë shumë. Pra gjithë të fejumit të lajmërohen, mënyrë që nisim që shtash me caktua oraret e përgatitjet për kunor shajte që shumica sigurisht kanë me kenë gjatë verës. Edhe gjithë vazë botra, një mofë kjo me shajte e pash, cilë shën bekim, ju e gjitha familjet tuja, e pun nuk muna pa përmenë në televizionin tonë,
televizorin bëjnë, i cilë për valëve tina, e që këtë me shajte, kjoftë në familjet tona këtu, po kjoftë edhe diasporë. Të lutemi. Ndiko në zemrat tona o Zot hirin e sakrameneve të pashkve, që pasi na vuren udhën e shpëtimit, na bësh të denjë të pranojmë dhuratat tuja. Në për Krishtin Zotin tonë. Dashtën vëllezër e motra, përpara bekimit, nga zemra dëshiroj të falenderoj Padre Mirashin. Sigurisht që Padre Mirashi të kishte mujt me gjetë edhe shumë me shtarë tjertë, ma të zote, ma taftë, se unë për një besu këtë meshë bukur e këtë lutjes bashkë me ju, por më ka zgjallë mu të padejtin, pra nej, si me shtarë i ri e falenderoj për zemërsisht, për bujarin edhe mirësin e ti, për shnesë dhe falenderoj të parin e fretinëve tanë Shqipnis, Padre Pashkun, që për ju është besoj figurë shumë e njoftun, dhe kam përshtypjen se sot ja dasht mu përvujtnu, se do të kisha dasht me kanë vendin e Padre Pashkut, me kaq përvoj baritore, me kaq vite me shtari, edhe si thojmë në Shkodër me një fëmijë të vogël që predikon, kështu që Padre faleminderit për durimin tanë edhe për përvojtnin tanë. Përshëndes përzemërsisht edhe Padre Frandushajn, edhe ju falenderoj përzemërsisht nga zemra secilit për jush, për pranin tuaj, për bujarin e për atë çka jeni. Na që jetojmë brenda Shqipënisë, ka i herë bëjmë më katë malë, sepse rrezikojmë me harru atë patriotizëm, atë rezistencë, atë gjakderdhën, e atë shqiptari që shpesherë ju e monin gjak ma shumë se na. Pra ndaj Zotë ju bekoft e kjo është të bekum gjithmonë. Për i herë filloj ministrantat me këqyrë shtrem si harrova, por si harroj kur ministrantat, edhe Filicanë që çdo diell na zbukurojnë meshën shajte, pra faleminderit ju, faleminderit prindërve tuaj që u sjellin çdo diell mesh e zbukurojnë deri shajt. Zoti qoftë me ju. Ju rujt ju bekoft, ju mroft hyj gjithë pushtetshëm, ati biri e shpirtit të shenjtë. Amen. Mesha u krye, shkonin pace. Aleluja, aleluja. Falenderoj